Qatë shumë ka scam online, sa normal që nuk dohet e besueshme se mundesh me kriju karrierë të suksesshme nga shtëpia. Ama, në jetë mbeti kufizum e me shumë gjasa dhe pa punë, për arsye se nuk je të ditë ku me lyp e kujt me i besu. Platformat të cilat ne i kemi rekomandu dhe vazhdojmë të i rekomandojmë janë besueshme, të sigurta dhe legale. Personalisht i kam shfrytzuar këto platforma që nga viti 2017 e vazhdoj të i shfrytëzoj edhe sot e kësaj dite për me gjetë punë e klient. Ama sigurisht që të e pyet vetëm, ku me u siguru? Qysh me u siguru? Ku me ditë? Hajde të shohëm sepse Upwork është i sigurt. Upwork është platformë e cila përdoret për rekrutim për kompanive të mëdha botërore, si Microsoft, Airbnb, GoDaddy, Glassdoor, Shutterstock, Lime e tjerë. Upwork e ka të integruar procesin e verifikimit të llogarisë bankare dhe të individit, që nënkupton se një klient për me arrit me verifiku llogarinë bankare, fillimisht do të pas tyra në bank. Ty ta jap kjo një siguri shumë të madhe për faktin që në momentin që ty të dërgohet një kontratë në mënyrë automatike, klientit i ndalet ajo pagesë, edhe në momentin që ti e kryen punën, ti paguhesh automatikisht. Arsyeja tjetër sepse Upwork është shumë i sigurt, është se Upwork ka në politikat e tij dhe në rregullat e tij që ti duhesh me patjetër me lidhje kontratë në Upwork për me mujtë punu në Upwork. Edhe gjithçysh rekomandon që mos me punu pa u lidh kontrata në Upwork. Kjo ty të siguron që momentin që ti ke lidh çat kontratë, edhe nëse klienti zhduket nuk kthen më përgjigje, pagesën ti e merr gjithçysh. Arsyeja tjetër sepse Upwork është shumë i sigurt është the Time Tracker app. Pra, kjo është një aplikacion i cili përdoret për këtë kontrata që janë hourly paid. Për çdo minutë që ti punon, ky aplikacion ka me bë screenshot në mënyrë automatike dhe të random. Kjo ty të siguron që ti ke më pagu për secilin minutë që ti regjistron. Po, edhe për overtime. Një rregull tjetër i Upworkut, që për ty është siguri e madhe, po domosdoshmërisht është siguri edhe për klientin, është që Upworku kërkon që çdo komunikim u bë brenda platformës Upwork. Pse kjo është e sigurt për ty, është se në qoftë se klienti refuzon për çfarë do arsye me të pagu ose potencon se ti se ke kry punën, ti e ke dëshminë çat, mundesh me bëni appeal në Upworkun, leqe e marr parën, po gjithçysh suspendohet akanti i klientit. Që nuk kupton se s'mundet me postu më puna edhe me marr persona të tjerë. Upworku gjithashtu e ka të integruar procesin e reviews, që nuk kupton se klienti ka me lënë review në përfundim të kontratës për me tregu se sa i kënaqur është nda me punën tonë, edhe të njëjtë mundesh me lënë review për klientin. Një e mirë shumë e madhe është se para se me apliku në një punë, në çdo postim për punë ti mundesh me bërë review para prakës të klientit, që shundoj i kënaqur me freelancerat e tjerë dhe se çfarë përshtypje kanë pas freelancerat e tjerë për klientin. Upwork është platforma më serioze në treg nëse shfrytëzohet brenda politikave që ka dhe praktikave më të mira. Po, ka klient scam edhe në Upwork, po çka ti dush me pas parasysh dhe ku ti dush me fokusu, është që mos me punu për klientë të cilët të kërkojnë me punu jashtë platformës dhe të cilët nuk të dërgojnë kontratë. E nëse dikush ta përmend Telegramin, run. Për çdo pyetje që e ke, ftojmë na shënon në Instagram. E për më shumë tips and tricks se çysh me gjetë punë nga shtëpia, ftoj që me ndjek videot e tona në YouTube. Shihemi në videon tjetër.